محبة والهنا وطني لا تذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndërshëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Jemi në ditën e tretë të Bajramit, ose në ditët të cilat njihen Ayamut Tashrik, ditët në të cilat besimtarët duhet me falënderua Allahun subhanahu wa taala më shumë se sa ditëve tjera. Dietarët islam kanë mendime se ky kurban i ka 4 ditë apo ka vetëm 1 ditë, kurse 3 ditët të tjera nuk janë Bajramit, por janë ditët të falënderimit. Se ky kurban ka vetëm 1 ditë, sikur e ka 1 ditë. Ky Bajram sikur që e ka 1 ditë. Bajrami Ramazanit, por se 3 ditët e tjera janë ditët e falënderimit. Edhe pse në këto dita vazhdojnë dispozitat e Bajramit për thirrjen e kurbanit dhe për obligimet e ibadetet e tjera deri në ditën e 4 të Bajramit në këtë rast dhe atë në mbrëmje, e kjo është mendimi më i saktë se sa në namazin e Kindis, por se këto dita, 3 dita, dita e 2, e 3 dhe e 4 janë dita në të cilat duhet me falëndërua Allahun subhanahu wa taala më shumë se sa ditëve tjera. Dhe përmendëm në hutbën e kaluar fjalën e Allahut subhanahu wa taala: "Wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Madhrona Allahu subhanahu wa taala këtë ditë thoni Allahu akbar, për shkak se ju ka udhëzuar juve Allahu në këtë fe dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të jeni të falëndëruar dhe ju të jeni falëndërues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe falëndërimi ndaj Allahut subhanahu wa taala është disa lloje. Falëndërimi ndaj Allahut subhanahu wa taala është disa lloje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që e falënderonte Allahut subhanahu wa taala për të gjitha begatit, duke i veçuar begatit e fesë, begatit e shëndetit, begatit e diturisë, begatit e familjes e tjera, pastaj e thoshte në fjalë sallallahu alaihi wasallam: "Ty të falenderojmë Allah, qysh veç ti e meriton çashtu, se ne nuk dina, as nuk kena mundësi me të falenderuar aq sa e meriton dhe i takon madhrisë Allahut subhanahu wa taala." Dhe Allahu subhanahu wa taala: "Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qawmahum dar al-bawar." Nga se mohimi ose mos falënderimi ndaj të mirave të Allahut subhanahu wa taala do të thotë mohim.
nuk është pa tjetër me mohu, me thonë se Allah s'na ka thonë kur gjë, dhe pse disa njerëz e bojnë këte, qoftë nga ignoranca, qoftë nga prishja që e kanë zemrat e tyre, me pa numër begati që ja ka thonë Allah subhanahu wa taala, nuk i shohim, as nuk i numërojmë, disa sprovat vogla që ja qenë Allah subhanahu wa taala, thënë mua Allah kur s'm ka thonë kur gjë. Dhe kjo është gabim. Kushdo që nuk e falenderon Allah subhanahu wa taala, pa pas nevojë me mohu të mirat e Allahut, kjo është mohues ndaj mirave të Allahut. Fa kafaru bi an'amillah. Në atë tjetër thotë Allah subhanahu wa taala, disa njerëz ose disa njerëzve Allah subhanahu wa taala u pardon begati, u pardon mirësi. Fa kafaru bi an'amillah, ata i mohun mirësitë e Allahut. I mohun mirësitë e Allahut, nuk e falenderojnë Allahun për çdo mirësi. Se jo që ata dinë me thonin na nuk i njohim mirësitë e Allahut, na si pranojmë, ata thonin kështu. Por vetë fakti se nuk e falenderonin Allah subhanahu wa taala për mirësitë që ja ka dhënë, ata llogariteshin se kanë mohuar mirat e Allahut. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tahsuha. Nëse mundoni me i numëru, thot Allahut, mirat, begatit që ja ka dhënë Allahut, si cilit veç e veç, la tuhsuha. Kur nuk mundi me arrit me i dalë në fund begative dhe mirësive që si cilit veç e veç ne ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se çdo gjymtyr që posedon njeriu dhe shfrytëzon atë, është për begative që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe për këtë çështje duhet me bë falënderim. Për këtë mirësi që i shfrytëzojmë te Allahu subhanahu wa taala, duhet me falënderu. Me falëndru Allahu subhanahu wa taala për mendjen që kena, shikimin e ndëgjimin, ecën dhe të tjera, familjen dhe pasurinë dhe gjithçka që posedojmë pe Allahut. Nëse gjithçka që posedojmë është pe Allahu subhanahu wa taala, dhe nëse nuk e falenderojmë Allahu subhanahu wa taala për këto të mira, llogaritemi për atyre të cilët i kanë mohuar të mirat e Allahut. Kurse kur njerëzit i mohojnë të mirat e Allahut, nëse janë prej besimtarëve, Allahu subhanahu wa taala ja anon ato të mira. Nëse janë prej pa besimtarëve, nuk janë ndalë, por ja vështon. Derisa arrin një dënim të lartë që nuk ka kthim më për ta. Nëse besimtarët nuk e falenderojnë Allahu subhanahu wa taala për begatitë që Allahu ka dhënë, Allahu ndodh që ja merr ato begati. Kurse nëse janë besimtarë dhe Allahu ka dhënë begati edhe atyre, nëse në këtë dunjë Allahu subhanahu wa taala e begati edhe atyre të cilëve besojnë, edhe atyre të cilëve nuk besojnë. Por ata të cilët nuk besojnë e kanë përfundimin në zjarr, kurse ata të cilët besojnë e kanë përfundimin në xhennet. Ata të cilët besojnë dhe nuk e falenderojnë Allahun për begatitë e tyre, Allahu subhanahu wa taala ndodh që ja pakson ose janë ndar të gjitha, kurse atyre të cilët nuk besojnë nuk janë ndar, por jep edhe më tepër në mënyrë që në ditën e Kiametit mos kërkojnë asnjë gjë më te Allahu subhanahu wa taala, për shkak se gjitha i kanë shfrytzuar dhe kanë përfunduar këtë dunjë. Allahu subhanahu wa taala ka sjellë disa shembuj për pejgamberët e tij se si ata falenderojnë Allahun. Thot Allahu subhanahu wa taala për Nuhin alayhi salatu wasalam, innahu kana abdan shakura. Nuhi vërtet ka qenë rob që ka falendëruar Allahu subhanahu wa taala shumë. Në hadith të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, për falënderimin që i bënte Nuhi Allahu subhanahu wa taala ishte edhe pas ushqimit thoshte elhamdulillah, pasi që pinte thoshte elhamdulillah, kur veshte diçka thoshte elhamdulillah, dhe të tjera begati që i shfrytëzonte thoshte gjithmonë në fund të tyre elhamdulillah. Dhe për këtë Allahu subhanahu wa taala ka qujtë rob falënderues, nëse nuk shfrytëzonte ndonjë begati të Allahut, vetëse e falënderonte Allahu subhanahu wa taala për të. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Ne u kemi sqaruar juve rrugën e drejtë. Atëra ju nëse doni falenderoni Allahun subhanahu wa taala, dhe keni me marrë shpërbimin e ahiret, o nëse doni jeni të lirë dhe mohone, por se për mohuesit është zjarri në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa taala i sprovon njerëzit me varfëri dhe me begati. Ata të cilët janë të sprovuar me skanje,
kanë me dhënë provimin para Allah subhanahu wa taala me durim, kurse ata të cilët janë të sprovuar me begati, me të mira, me pasuri, kanë me dhënë provimin e tyre të Allah subhanahu wa taala me falënderim. Kushdo që është i varfër, zgjidhja ose kalimi në ditën e Kiametit është me qenë këtë dynjë durimtar. Kurse kushdo që është i pasur, shpëton vetëm nëse është falënderues ndaj Allah subhanahu wa taala. Për njerëzve që Allah subhanahu wa taala kishte dhënë shumë begati, është i dërguari i Allahut Sulejmani alayhi salatu wassalam, të cilit Allah subhanahu wa taala ja patmështrua dhe ret, ja patmështrua dhe gjinët, dhe punonin krijesa për të ndryshme, një herë për herave Sulejmani alayhi salatu wassalam, pasi që Allah subhanahu wa taala e mundsoi një çështje që nuk e kishin shumica ose askush për njerëzit e tjerë, tha këto ma ka qua Allah subhanahu wa taala li yabluwani, më sprovu mu me po, e eshkuru em ekfur, se jam për atyre që e falenderoj Allah ose që e mohoj. Nuk ka dyshim se Sulejmani nuk do tjetë për atyre që do të është se njëfshet mirësi që më ka dhënë Allah, po vetë fakti që nuk e falenderon mirësinë e Allah për mirësinë e tij, do të thotë mohim i begative të Allah. Po ashtu, Allah subhanahu wa taala ka përmend edhe Davudin alayhi salatu wassalam, i'malu ala Davud shukra, wa kathiran min ibad wa qalilan min ibadi shakur. Veproni, bëni punë të mira, falënderim ndaj Allah subhanahu wa taala, por janë një pakicë të cilët e falenderojnë Allah subhanahu wa taala. Janë një pakicë të cilët e falenderojnë Allah subhanahu wa taala për begatitë që Allah subhanahu wa taala ka dhënë. Për atyre të cilët ishin pakicë dhe falenderojnë Allah, ka qenë edhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Thot Allah subhanahu wa taala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin. Ibrahimi alayhi salatu wassalam ishte i vendosur dhe besimtar i dënë Allah subhanahu wa taala dhe kur nuk ka qenë që ka dhënë dikon tjetër përveç Allahut, shakiran li an'amihi, e falenderonte Allahun subhanahu wa taala për begatitë që ka dhënë. E falenderonte pasi që Allah subhanahu wa taala ka përmendur cilësitë më të larta të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ato janë cilësitë e besimit dhe vendosmërisë. Njeriu i cili është hudhur në zjarr për shkak të besimit të tij dhe nuk ka ndryshuar asnjë çështje të vetme për shkak të besimit të tij, pas gjithë këtyre cilësive të larta Allah subhanahu wa taala radit, shakiran li an'ami, ka qenë që ka falendëruar shumë Allahun subhanahu wa taala. Por ta falenderojmë edhe ne Allahun subhanahu wa taala këtë ditë, të cilat janë dita të veçanta dhe dita të veçuara me falënderim ndaj Allahut. Ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala ata të cilët e kanë kryer haxhin. E ta falenderojmë Allahun ata të cilët kanë agjëruar këtë ditë. Ta falenderojmë Allahun ata të cilët kanë thirrë kurban. Ta falenderojmë Allahun ata të cilët e kanë falë Bajramin. E ta falenderojmë Allahun ata të cilët kanë bërë që zemrat e besimtarëve me qenë të lumtura me ndonjë mirësi, sadaka, vizitës e të tjera, dhe nëse e bën këtë Allah subhanahu wa taala ka më na shtuar begatitë e tij. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.